se situata geopolitike brenda dhe jashtë vendit, në Europë, në Amerika apo në vendet e rrethej qark siç janë tensionet në Azi dhe në Meze, unë mendoj që do ketë zgjedhjet parakoshme, do ketë qeveri teknike. Këtu do të jemi, do vim prapë. Ka një platformë që po punojnë. Faktori demokratik perëndimor po punon për një situatë të tillë, sepse ajo kupton shumë mirë se diktaturat lindin pikërisht kur fuqia pozit bëhet bashkë dhe kur shteti është e pamundur ta marrësh dot diktaturave. Nuk ja merr dot. Nuk ka asnjë shans me të drejtë tha. Por e mendon këtë se më hapet debat dhe diskutim tjetër dhe me ku bazohesh? Jo, një sekond tani. Shumë shpejt brenda dhjetorit do të shikojmë që do ketë ndryshime të jashtëzakonshme. Edhe ai sistem zgjedhor që kemi ne, edhe ky proces vetingu që kemi bënë, edhe ky sistem drejtësie që kemi ne, i cili është vënë i tëri në shërbim të politikës së maxhorancës, ja tek e pam dhe në zgjedhje me arrestimet, me lirimet, me mbylljet, me moskryejet e proceseve, do të cilë një zhvillim dhe një ndryshim të jashtëzakonshëm. Shqipëria është e shqiptarëve dhe i takon brezit të ri të i cili do ta marrë në dorë. Se ke dëshirë, Jo, se kam dëshirë. Jo, nuk e kam. Është fakt dhe kështu do të ndodhi që do të rrinë të marrin atë që meritojnë ata